Rendi vjetër botror ka rënë, pra u zhdu OKB-ja. Prandaj vran OKB-n, u vran institucionet. Ato institucionet duheshin shëm se kisha ardhur fundi. Ato ishin një rrenë e madhe me OKB, me Këshill Sigurimi, me të gjitha ishin prralla me mbret. Tani do bëjnë botën e re. Do ulet 4, ajo kam thënë. 4 kaposha do ta përcaktojnë çfarë do ndodhi me botën. Amerika, Anglia, Rusia, Kina. Këta të 4 do ulen tavolinë, do prodhojnë rendin e ri botror. Ju tjerët nuk ju pyet kush. As mu nuk më pyet kush. As kërkush nuk ka për t'ju pyet ju as mu. Ne i komentojmë dhe i ndjekim sepse ne duhet i kuptojmë çfarë po gatojnë ata të mëdhet. Por ne s'ka të na pyet kush. 4 do ta vendosin bordin e ri drejtues botës. Amerikë, Angli, Kinë, Rusi. Lojtarët e tjetër janë meze, të cilët luajnë për llogari ot një kampi, ot kampi tjetër, ose marrin nga një këmbë tek të dyja kampet për të krijuar balans. Prandaj Izraeli, populli hebre, që ka bashkëjetuar me habitatin musliman për 600-700 vjet atje. Për mira vite, historia këtë punë ka hikin popull, vin popull. Okej, duhet gjenë formulë. Nuk ka formulë pa bashkëjetesë, nuk ka formulë, do të zhdukun ty. Se unë më ka zgjedh Zoti me të zhduk ty. Nuk i ha njeri këto. Nuk ecin më këto, unë kam F-35, deri kur do godasesh me F-35? Amerika është fuqia më e madhe e planetit. I ka ngjesh sharra ngosht atje, ka 22 ditë luftë. As ka çfarë të bëj fare. Me 3 ushtarë ka mbyll ngushticën e Hormuzit, ta ka hedh botën në ajër. Këta bëjnë tifozlik, vdek ky, vdek ai. Duke hongër lule dilli ke lagje, me celular ke dorë. Prandaj bota është në kolaps miq. Sepse bota është në dorë të psikopetërve. Dhe po nuk u shliru bota nga budallet dhe nga psikopatët që shohin ëndra. Një palë shef ëndra se gjithë botën këta i ka zgjedh Zoti, ata i ka zgjedh Zoti, këta gjithë i ka zgjedh Zoti këta. Kupton? Ku të marrim naftë, ar flori, ti përlajmë ti çojmë ke shtëpia jonë, na ka zgjedh Zoti. Ne të hajmë ju tjerët ngordhni. I ka zgjedh Zoti këta. Kuptoni? Luftë për pare, për pushtet, për ar, për naftë, për flori, për minerale. Është BlackRock mbrapa. Janë industritë e naftës. Është industria e armatimeve. Janë kokat e mëdha të planetit. Mos i hani këto rrena se s'është histori me liri kjo as me demokraci. Të budalliqe. Nuk hanë mos sot. Janë rrena që u hashin dikur. Edhe i thojnë këta putanat që dalin në për televizion, këta që duan të marrin një pikë kështu me kollare, edhe liria, qytetërimit, ku ka qytetërime? Ku ka qytetërime? Qytetërimi është kush e ka dajakun më të madh në dorë, më. Ky është qytetërimi më të keq vëllai. Qytetërim bukën e kalamajve tuaj do ta marr unë, do ta çoj ke shtëpia, do han kalamajt e mi. Unë jam raca për zgjedhur e Zotit. Kam të drejtë, jam populli më i mirë sipër tokës. Bukën e kalamajve tuaj do ta marr unë, do ta çoj ke shtëpia ime. Po nuk re dakord me mua, unë do të them ti je terrorist. Kaq më është bota. Ku ka liri më, demokraci më, çajnë këto pralla më. Këta janë idiotët këta janë benzina dhe karburanti i luftrave në këtë botë. Hajvanët e këtij mileti dhe hajvanët e çdo mileti tjetër në botë, të cilët jetojnë me dogma, me pralla. Këta i ka zgjedh Zoti, këta i ka zgjedh Zoti. Edhe ata i ka zgjedh Zoti. Lufta sot është bukën tate e du unë. Arin tate du unë, mineralet e tuaj du unë, floririn tate du unë, kromin tate du unë, ishullin e sazanit e du unë, zvërnecin e du unë, këte e du unë, gazin e naftën e du unë, kromin hekur nikelin e du unë, bakrin e do ai tjetri, edhe pastaj tregojnë për Allah me liri dhe me demokraci. Këta që smushin i bëjnë gjelpëra edhe i thojnë do shpëtosh nga gripi, a më kupton? Vdesin atje si qendër rrugëve i thënë ngushëllimet tona më të përzemër ta. Ngushëllimet më të përzemër ta i vran vet. Ngushëllimet më të përzemër ta. Askush nuk del dhe të thot pse vdesin njerëzit me arrest kardiak nga 30 vjeç nga 40 vjeç. Thonë ngushëllimet më të përzemër ta. Pse? Se janë hajvan, janë kontingjent zhdukje. Ditë për ditë vdesin njerëz me arrest kardiak.
pa vujt asnjë ditë. Ditë për ditë vdesin njerëz me hemorragji cerebrale. Nuk del një njeri të dalë të thotë, ora çfarë duke ndodh, ngushëllimet më të përzemërta. Hajvan, kontingjent zhdukje. Këta janë ushqyesit e luftës. Këta janë karburanti i luftës. Këta që rrinë për internet, vdek ky, vdek ai. Gallat, humor. Por do t'i zhdukin ata, ne si ndalojmë dot. I kimi xhan, protestojnë për ta, flasin për ta çdo natë. Do zhdukin veten, do tentojnë nga zhdukin edhe ne, kaq. Unë them që duhet ndalu. Sasia e madhe pra e rrenave në këtë botë të pështirë është arsyeja e vërtetë e dhimbjeve të këtyre njerëzve. Është arsyeja e vërtetë e dhimbjeve të njerëzimit. Sasia e madhe e rrenave, gryksia vetëm gënjen nga mëngjesi deri në darkë. Nesër për shembull, para se ta godasin Kreshnikun, fillon fushata. Kreshniku po përgatit armë bërthamore. Kreshniku është i shitur, Kreshniku është i lidhur, Kreshniku është agent, Kreshniku është kështu, Kreshniku është ashtu. Budallit sa marrojnë Big Brotherin, thonë ore që ka me gjithmeni shitur ky. Fat bëhet gati goditja. Kështu ndodh me të gjithë, kështu ndodhin luftrat, kështu ndodhin të gjitha, kështu përgatitet opinioni para se ta godasin dikë. Ky është i shitur, ky ka armë, ky është terrorist, ky ka lidhje me këtë, ky ka lidhje me atë. Ky ka armë shkatrimit mas, ky ka armë biologjike, ai ka armë kimike dhe iku bota është kjo që po shifim sot. Në Shqipëri akoma nuk i ka mbrit lagështira sepse kanë lek të pista shumë. Shite droga madhe, paguen patronazhistat shumë dhe nuk e kanë ndjej lagështinën e kësaj krize të madhe botërore. Nesër do të shohim diçka të tmerrshme kur të mbri. I paralajmërim tjetër i rrezikshëm ka ardhur nga kreu i Totalit francez. Ju e dini, keni dëgjuar për kompaninë e madhe, për gigantin energjetik Total. Çfarë është duke u pritur të ndodhë me ekonominë globale? Ka bërë një paralajmërim të frikshëm kreu dhe drejtori ekzekutiv i kompanisë franceze Total Energies, Patrick Payan. Patrick Payan ka paralajmëruar miq se nëse lufta amerikano-izraelite kundër Iranit vazhdon edhe për më shumë se 6 muaj, ajo do të ketë pasoja të frikshme, katastrofike për të gjithë ekonominë globale. Kreu i Totalit ka deklaruar për një media kineze dhe ka thënë se është vetëm çështje kohe, duke shtuar se nëse kalon më shumë se 6 muaj luftë, do të kemi pasoja të frikshme, reale, të prekshme dhe të gjitha ekonomitë e botës do ta vuajnë dhe do të shkojnë drejt një situate të jashtëzakonshme. Ai ka thënë gjithashtu se mbyllja e ngushticës Hormuzit, një rrugë detare etike për 20% e naftës botës, do të ndalonte daljen e 10 milion fuqive naftë në ditë nga vendet e gjirit. Pra është një situatë jashtëzakonisht komplekse e cila nëse nuk trajtohet siç duhet, do të shkojë drejt problemeve të mëdha. Po sipas të njëjtit drejtor, nëse konflikti zgjat vetëm 3-4 muaj, ekonomia globale mundet ta përballojë duke përdorur rezervat e naftës për zbutur goditjen. Qoftë rezervat strategjike të G7-s apo të Amerikës. Por nëse zgjat më shumë se kaq, ndikimi do të jetë me pasoja katastrofike. Ai ka shprehur shpresën që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje për këtë luftë, sigurisht ju e dini që ta flasim me terma diplomatik, me qetësi, me respekt, me dashuri, duhet paqe, duhet luftë. Ndërkohë që në fakt janë këto interesat mëdha, ato të cilat i prodhojnë këto lufta. Lufta ka detyruar Totalin të pezullojë aktivitetin e tij në disa fusha detare. Dhe kompania Total ka ndaluar rreth 15% të prodhimit të saj global të naftës dhe të gazit. Dhe ky është një zhvillim i jashtëzakonshëm. Përshkallëzimi i luftës do të na çojë në një moment tjetër ku Irani ka kërcënuar ta mbyll plotësisht ngushticën e Hormuzit. Pasi Donald Trump i ka dhënë 48 orë ultimatum
për të hapurat. Këtu do të marrim vesh se si do të shkojë situata e kësaj ngjarje, si do të shkojë kjo sag, si do të shkojë kjo përplasje, dhe këtu do të fillojmë të kuptojmë nëse ne do të kemi fuqi më me portofolët tanë të brisht ta përballojmë këtë situatë apo jo. Mbetet për tu parë. Por unë besoj do të jetë shumë e vështirë. SBA mund të godas nëse shkon dhe ajo pas zgjidhje. Nëse Donald Trump del një situatë pas zgjidhje, mund të godas dhe të shkatërrojë tërësisht infrastrukturën energjetike të Iranit, pra rrafsh me tokën Iranin. Në përgjigje një strukturë ushtarake iraniane do të bëj ka kërcënuar qartë, që do të godas edhe ajo do të bllokojë 100% ngushticën e Hormuzit dhe ajo mbyllet plotësisht. Dhe nuk do të hapet më kurrë ngushtica e Hormuzit derisa të rindërtohen objektet e prishura. Gjithashtu, këto forca ushtarake iraniane kanë thënë se nëse do të goditet, ata do të godasin infrastrukturën energjetike dhe elektrike në Izrael, objektiva të tjerë në vendet e rajonit, pra vendet e Gjerit Persik, ku ka baza amerikane. Këtu mbërrim një përfundim i cili na thotë se nëse lufta zgjat pak, ekonomia globale do përpiqet ta mbaj pak frymën dhe situatën në kontroll. Nëse mbyllet plotësisht Hormuzi pas 48 orësh, do të shkojmë në një situatë të jashtëzakonshme, të paimagjinuar nga askush më parë. Tash më kthehemi menjëherë në rajonin e Ballkanit. Këtu në Shqipëri, ju e dini, ka vijuar me protestat e radhës opozita. Opozita po përpiqet që të mbaj ritmin dhe të kontrollojë lojën, sepse ju a kam thënë që Berisha dhe Rama duan të ruajnë monopolin e të bërit politik, pasi ata mund të jenë të informuar që amerikanët mund të jenë duke përgatitur stafet të tjera, klasë të re politike, gjermanët po ndërhyjnë, europianët do të ndërhyjnë, austriakët po ndjekin me kujdes lojën e Ballkanit, Rusia është aktivizuar, Serbia është aktivizuar fort. Rama dhe Berisha kanë një qëllim, duhet ta mbajnë monopolin e kontrollit politikës të dy bashkë. Dhe ky është qëllimi i protestave pa finalizim të Sali Berishës. Unë ju a kam thënë, sa më shumë të rritet presioni, sa më shumë mbajeni mend, sa më shumë të rritet rreziku i rrëzimit të Edi Ramës nga pushteti, aq më shumë do të intensifikohen protestat e Berishës. Pse? Sepse Berisha synon t'i përcjell amerikanëve, europianëve dhe lojtarëve të tjerë rajonal, të cilët po konfigurojnë interesat e tyre në Shqipëri dhe në Ballkan, që nuk keni lojtarë të tjerë përveç Edit dhe Saliut. Dhe duke ruajtur monopolin e të bërit politik, vetëm në duart e Berishës dhe të Ramës, ata i lënë jashtë çdo lloj konjunkture globale me mundësinë për të ndikuar brenda lojës politike brenda Shqipërisë. Prandaj Berisha bën protesta të kalkuluara me kujdes deri aty sa Rama të thot kancelarive ndërkombëtare në qoftë se do të iki unë, do vi Saliu. Saliu mund të ngre edhe flamur gjerman, edhe flamujt e Hong Kongut, edhe flamujt e Tajikistanit, edhe flamujt e Kirgizistanit. Berisha i ngre flamujt gjerman në protest për të krijuar perceptimin se ai është kali gjerman i betejës brenda në Shqipëri. Në fakt, Berisha e ngre flamurin gjerman për të lënë të kuptohet, sepse e kanë mësuar, që merret ti, rrëmbeje ti flamurin gjerman, sikur nuk e din gjermanët se kush është Berisha,
sikur nuk e din gjermanët se kush është Rama. Dhe Berisha e pa që nuk mori ofertë nga Washingtoni, e pa që Washingtoni nuk po ja heq non gratën, unë ju a thash, Berisha po luan që t'i hiqet non grata. Nuk ja hoqën non gratën, Berisha po tenton që të kap kalin Gjerman. Sa ditë ka që ju kemi thënë që Gjermania po e pret në shteg Ramën, i ka ngrit pusi. Ka 2-3 javë që ju kemi thënë këtë. Sa kohë ka që ju kemi thënë që Gjermanët dhe Austriakët po lëvizin sepse ata e din që interesat slave dhe sërbe në Ballkan janë aktivizuar në totalin e tyre. Dhe këtë do ta kuptojmë tani pas pak ku shihni luftën frontale që i ka shpall Edi Rama Kosovës nëpërmjet shpalljes non grata, qoftë dhe në mënyrë informale të Donika Gërvallës, ministres së drejtësisë Kosovës. I ka thënë gjithë qarqeve diplomatike, kjo të izolohet tërësisht, mos vinë Tiranë. Të gjithë ambasadorët shqiptarë në Ballkan kanë marrë njoftim nga ministri i jashtëm Ferit Hoxha të bllokohet Donika Gërvalla. Çfarë bëri Donika? Bëri atë që ja thamë dhe ne këtu. Kur Rama shkoi me Aleksandr Vučićin bën shkrim përbashkët në Frankfurt Allgemeine Zeitung për gjetur një formulë integrimi të nivelit të dytë për Serbinë dhe Kosovës, unë ju a thash që ishte thik në shtëpinë të Kosovës. Tani në Ballkan, slavët dhe serbët janë hedhë me fuqi motorike të plota. O fitojmë sot tonë atë që nuk e fitojmë dot për 100 vjetë. Agjensitë dhe kancelarit mike të shqiptarëve po lëvizin. Prej tyre kanë qenë dhe gjermanët. A kanë hyrë vetë? A ja kanë lënë Amerikanët në dorë Ballkanin Gjermanisë? Këtë do ta shohim dhe do ta kuptojmë në vijim. Por e sigurt shumë është që Gjermania e ka mbështet reformën në drejtësi bashkë me administratat amerikane kundër kësaj klase politike. Dhe Berisha e din këtë. Berisha çfarë thot? Do rris fuqinë e protestave që të rrëmbej unë kalin e betejës gjerman, që të vinë gjermanët, amerikanët nuk i erdhën. Amerikanët po vazhdojnë politikën e jurikimit. Berisha shpall protest, ata thonë mos shkoni ke protesta. Po 100%, po përsëritet politika për shqiptarët. Dhe kjo është loja e Berishës me Ramën. Rama do të tentoj të luaj me kinezët dhe me rusët dhe me akset e tjera për të thënë atyre jeni interesant, ju presim Shqipëri, i ka luj syrin, po administron situatën, por e ka Gjermanin mbi shpinë. Kush po e mban Ramën tani? Një aleancë slavo-izraelite, e cila ka arrit të loboj tek Trumpi për të mbajt Edi Ramën në pushtet. Berisha është i detyruar që të luaj sikur është kundër Ramës, sepse duhet të ruaj monopolin e të bërit opozit. Dhe tani do bëhet kryetar prap, ka 34 vjetë që drejton Shqipërinë. Do bëhet prap kryetar i PD-s. Se s'ka asnjë çun të ri as i gos të re. Kuptoni? Pse? Se Berisha po pret pazarin për rendin e ri botëror që do të lindë. Do pazarin për atë dhe për familjen e vet. Këtë pazar ja siguron vetëm Edi Rama. Gjermanët nuk i japin garanci. Amerikanët nuk i japin garanci. Rama dhe Berisha po presin rregullat e reja të rendit të ri botëror. Dhe do të bëjnë gjithçka është e mundur që ta mbajnë kontrollin e lojës këta të dy. Qa keni të tjerë që dalin në për televizione, i keni të gjithë figurant, 99.99%. Figurant të cilët luajnë si pas skenarit e Rama Berisha.